Jem sot me 25 mars 2024 në fshatin Brestovës. 25 dhjetorin kur ndodhen masakrat në komunë Travecit. Sot është në Brestovës në ora 10 tash. Në ora 11 është në fshatin Fortesi Zhbellaçark. Në ora 1 është në Celin. Vazhdon nesër me 26 mars në Krushet Madhe, ku do të përrohet edhe muzeu. Vazhdon me 28-in për dëshmojnë në Vedoroko Shevkithaqi. Vazhdon në Ptërush, Reti, Pastasel, në Agos, pastaj me 2 prill, Hoqe Vogël, e me radhë deri në fund të maj, kërë zhvillua betejët e fundit në këtë trevë të Anadrimis. Këtu erdhe dhe Ramush Haradinaj tash. Juftoj të nderojmë dëshmorët dhe martirët e fshatit Brestovës me 1 minutë heshtje. Lavdi! Lavdi! I masakrës forcave serbe të Brestovës. Në Brestovës 49 qytetarë të shtrejtë të këtij fshati, të këtij vendi, kanë qenë pjesë ose në shënjestër të planit për zbërje të shqiptarëve nga kjo zonë. Ne po fillojmë sot me shënimin e përjetorëve, kujtimin për të rënët, për dëshmorët, për martirët. Në dinë që në komunën e Rahovesit ne vetëm në një periudhë të shkurtër kohore, brenda një javë do të përkujtojmë mbi 600 qytetarë që në vitin 1999 kanë qenë viktimë e planit të forcave kushtuse serbe dhe sot e përmendët të kulturës dhe respekt. Ende kemi të pagjetur në Brestovës, edhe njëherë fort familjarët e krenarë për gjakun e derdhur për lirinë e Kosovës, sot jemi shtet. I përshëndes gjithë me kryesinë e fshatit edhe familjet e dëshmorëve të martirëve, edhe bashkëpunëtorët, kolegët, përfaqësues subjekteve politike, kryetarin, ish-kryeministrin zotin Ramush Haradinaj që e ka nderuar me pjesëmarrjen e tij kujtimi për të rënët në Brestovës, po ne do të jemi pastaj edhe në Fortesë sot bashkë. Do të jemi edhe në Celin, ndërkohë tash do të vazhdojmë me homazhe, nderime me kujtim të xhevatet tonë. Mori lavdi. Ale gjëna tonë.
Po, dhe Laudiusi. Pas Brestofsit vazhdojmë fshatin Fortesë.